kemi blokuar ditën e aksionit 1.300.000 euro. Çdo gjë do të hetohet, edhe shtëpit, edhe pronat që i keni parë, edhe ato që nuk i keni parë, edhe ato që do të shihni, edhe ato që nuk do të shihni, gjithçka do të hetohet. Kryeprokurori, jemi disa ditë pas aksionit, prej njanit, prej aksioneve që është vëllë për kavlera, e cila dyshohet se është keq përdorur për dhe ka numri i të arrestuarve. A mundesh me na tregu pse ky rast në Prizren? Kështu fillimisht mund t'ju them që jemi para një rasti, përkatësisht para një aksioni që ka pas gjithë përfshirje, jo vetëm territoriale, që ka pas shtrirje në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, por ka pas edhe gjithë përfshirje institucionale. Ka pas të angazhuar nga hetuesit e ngushtë të rastit, deri tek drejtori më i lartë i drejtorisë krimeve ekonomike dhe korrupsionit, kemi pas të angazhuar njësitet e reagimit shpejt, kemi pas ekipet forenzikës, kemi pas koordinim të vazhdueshëm prej kohës kur ne kemi vlerësuar si prokurori edhe me njësitë e inteligjencës financiare, dhe gjithashtu kemi pas të angazhuar prokuror e kemi pas gjyqtar të procedurës paraprake që në këtë rast ka qenë kryetaria e gjykatës themelore të Prizrenit, ajo që i ka lëshu masat e veçanta hetimore, sepse në këtë rast kemi aplikuar masat veçanta, njohura si masat fsheta, po ashtu edhe i ka lëshu urdhëresat për urdhër kontroll, me urdhëresat cilat ne edhe e kemi zhvillu aksionin i cili ka fillu në mëngjesin e 8 janarit. Sa i përket pyetjes tuaj se pse rasti është trajtuar në Prizren, këto janë çështje të brendshme procedurale të institucionit prokurorit shtetit, dhe ajo që mund t'ju garantoj është që gjithçka ka shkuar sipas procedurave dhe rregullave, sepse kemi vendim të nxjerrur nga kryeprokurori i shtetit, përkatësisht nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, dhe rasti ka gjithë përfshirje. Përveç Prishtinës ka edhe në Prizren, sepse 14 lokacione kanë qenë në Prishtinë, e 13 kanë qenë në Prizren, dhe ka pas gjithë përfshirje edhe në Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, Gjakov, Obiliç, Drenase deri në Dragash. Kështu që sa i përket kësaj pjese dhe kësaj pyetje, unë mund të them që gjithçka ka shkuar sipas rregullave procedurale dhe sipas kodit të procedurës penale, kështu që mendoj që është temë që nuk ka vlen as që të diskutohet, sepse ka vendim dhe mbi të gjitha ka trajtim të duhur të rastit. Duke parë këtë rast dhe duke parë ndërlikueshmërinë procedurale, faktike, juridike të rastit, e kam parë që do të kemi punë shumë më shumë sa në rastet e zakonshme. Andaj si e pror kam nxjerr vendim për caktim të 2 prokurorëve në të njëjtën çështje, sepse dihet që këtu pritej të kemi edhe arrestime. Kishim para vetës të dyshuar rreth 46 persona, duke përfshirë edhe një person juridik. Dihet që pritej të sekuestrohej dokumentacion i madh, të sekuestroheshin prova e gjësende tjera. Kemi pas para vetës transaksione të ndryshme dhe puna e vetëm një prokurori ishte e pamundur. Andaj më është dashur të punoj me 2 prokurorë. Njëkohësisht përderisa në ditën e aksionit kemi qenë në terren 8 prokurorë, dhe nga aty 8 prokurorë deri më sot nuk janë dalur së punuari, sepse aty ka qenë vetëm fillimi, dhe ne jemi duke vazhduar me trajtimin e rastit, duke grumbulluar prova, siç ka ndodhur edhe ditën e arrestimit të njëjtëve. Vlen të theksohet se në kuadër të ekipeve kemi pas në shumë njësitë edhe zyrtar policor gra, për shkak se në mesin e 46 të dyshuarve, përkatësisht panderëve, 18 kanë qenë gra. Tani këtu dua ta bëj me dije që mund të ketë dhe rezervuam këtë drejtim, sepse mund të ketë përveç të dyshuar, këta mund të kthehen edhe në viktima, sepse ka prej tyre që nuk e kanë ditë as pse po i marrin këto transaksione. Ka prej tyre që e kanë bërë prej vullnetit, sepse i ka thënë miku, dhëndri apo kushdo tjetër. Por ajo që na është vërtetuar, sepse është analizuar çdo detaj para se të vendosim. Jo rastësisht kemi qenë me 8 prokurorë në terren, edhe jo rastësisht me rreth 400 zyrtar policor. Serioziteti jon ka sjellë rezultate. Shumica prej këtyre të arrestuarve, për mos thënë pothuajse mbi 90% prej tyre, qysh ditën e arrestimit kanë zgjedhur bashkëpunimin me prokurorin e shtetit. Shumica prej tyre kanë pranuar fajsin, shumica prej tyre kanë treguar se si kanë ardhur ato transaksione në llogaritë e tyre. Kush i ka thënë, si i kanë marrë, dhe si më pas ato transaksione elektronike i kanë nxjerrë në të holla kesh dhe kujt ja kanë dhënë kesh në dorë. I kanë përmend këta të dyshuarit kryesor? Padyshim në deklaratat që janë marrën pyetje faktikisht në polici, marrën intervistimin në polici, dhe
këto janë bërë edhe në prezencë prokurorëve në polici dhe mund të them se kjo ka qenë edhe çelësi i suksesit fillimisht lëndës tonë, por ka qenë edhe shpëtim për gjithë ata, sepse të gjithë fatin e kishin me kërkesa për paraburgim. Po me qenë se ata bashkëpunuan, i ofruan provat, arsyet pushuan që ne t'i dërgojmë paraburgim. Prokuroria nuk është interesuar vetëm dërgoj persona në paraburgim. Paraburgim i kemi dërgu ata që e meritojnë dhe që janë plotësuar kushtet për paraburgim. Sikurse në çdo rast tjetër, edhe në këtë rast, ata 4 persona, cilët kanë qenë organizatorët kryesorë dhe keshpërdoruesit e këtyre fondeve, ata kemi bërë kërkesa dhe gjykata u ka caktuar paraburgimin kozgjatje prej 1 muajve. Vlen të theksohet se rastit i kanë paraprirë 2 zyrtarë, 2 përkatësisht përgjegjësit kryesor të Byros Kosovare të Sigurimeve. Ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të financave, të cilët besimin që është ofruar, pasuria që është ofruar në siguri për ta, ata e kanë kishpërdorur këtë besim. Kanë krijuar transakcione të ndryshme gjatë kujdesit të interesave pasurore të dëmtuarës. Ata kanë vepruar duke përfituar dobi pasurore për vete dhe njëkohësisht duke i shkaktuar dëm BKS-s. Kanë kishpërdorur autorizimet ekonomike, kanë krijuar bilance të paqena dhe mbi gjitha kanë krijuar dokumente të falsifikuar, të cilat dokumente i kanë përdorur si origjinale dhe në këtë drejtim kanë krijuar ujdi fiktive jashtëgjyqësore me 12 persona duke krijuar 25 transakcione. Çka ka ndodhur këtu? Këtu në këtë rast, me këta 12 persona kanë krijuar ujdi në të cilat kinse janë bërë jashtëgjyqësore për personat që kanë pasur aksidente dhe kanë qenë palë të dëmtuara në të kaluarën që veç se ata janë kompenzuar. Dhe tani, dikun 6-7 vite pas, kanë ardhur personat e tretë dhe edhe një herë kanë marrë holla në emër të tyre me nga 8.000, 10.000, 12.000 e 20.000 euro. Dhe ata persona, cilë dikur janë kompenzu, ata as nuk kanë qenë dijeni, që dikush është duke kompenzu sërish në emër të tyre. Kjo është njëra prej atyre, keshpërdorimeve, dhe keshpërdorimi tjetër ka të bëjë me atë që ne e kemi zbuluar deri në këtë fazë me 141 transaksione tjera që nuk kanë kurfar llogarie, që nuk kanë kurfar dokumenti financiar, që nuk kanë kurfar ujdie. Thjesht janë transaksione të bartura nëpër qytetarë të ndryshëm, për cilëve që sqarova që ata qytetarë ka prej tyre që kanë ditur, ka prej tyre që kanë përfituar, por secili do të ngarkohet me atë që i takon. Pra, e gjithë kjo që është bërë kap vlerën e dëmit prej 1.043.000 euro për Byron Kosovare të Sigurimeve. Gjithçka që përfshihet rreth këtij hetimi, sa gjatë ju ka dashur me punu në to? Aksionit i kanë paraprirë veprimet shumëta hetimore, para penale, por edhe në pjesën pas vendimit nxjerrjes së hetimit, që ka qenë nga marsi i vitit 2025. Pra, pothuajse një vit, gati që një vit, ku kemi punuar me 2 prokuror dhe thash që në aksion pastaj ka dalë edhe pjesa më e madhe e prokurorëve tjetër, që pa ta asnjë punë nuk do të mund të kryej. Dhe kjo e ka vërtetuar që vetëm me ekipe hetimore dhe vetëm së bashku mund të kryejmë punë siç ka ndodhur në këtë rast, dhe ne sot ndihemi shumë rahat, siç e thot populli, shumë rahat, sepse kemi siguruar pjesën më të madhe të provave, përderisa jemi ende duke zhvilluar hetime, të cilat nuk do doja t'i bëja të ditura në këtë fazë. E pam që ke çift bashkëshortor në mesin e të arrestuarve, pa të babë e birë. Po, kemi pas raste kur ka pas familjar, të afërm, ka pas persona të moshuar, ka pas të arrestuar edhe gra shtatzana, ka pas edhe gra me fëmijë të vegjël. Por gjitha këto, e thash që kjo pjesë, do shta është që unë e mbaj një rezervim, sepse ata mund të kenë qenë në një farforme edhe të lajthitur nga ato që i ka thënë miku apo i afërmit, që do të paktën, po flasim për atë që siç ata edhe na e kanë deklaruar në marrjen e intervistës në polici, ku kanë treguar që e ka bërë për mikun apo për personin e vet, që i ka thënë që ka probleme me llogarinë dhe ta bartin një transakcion 10.000 euro, 12.000 euro dhe pastaj ato i ka tërheqë dhe ja ka kthyer në kesh. Mirë, po edhe ai qytetar, edhe nëse nuk e ka ditur saktësisht, do duhet ta dinte. Do duhet ta dinte që nxjerrja transaksioneve të tilla, shumat kaq të mëdha të hollave, të vinë përmes bankës dhe të nxirren kesh dhe të jepën një personit, nuk është në rregull.
Kështu që ne për shumicën prej tyre ne kemi edhe provat që edhe kanë përfituar materialisht. Por përfitimet e tyre janë shumë vogla në krahasim me ato që këta 4 persona tjerë kanë bërë. 2 prej tyre thashë kanë qenë përfaqësuesit drejt për drejt persona të kyç të BKS-s, po janë edhe 2 tjerë që ne kemi vendosur të dërgojmë në paraburgim sepse ata janë që kanë mbledh persona të tjerë. Ata janë në një farë forme personat që i kanë gjetur këto intervenime të persona të ndryshëm dhe i kanë kërkuar që llogariti bartin. Edhe pse kemi prova të shumta që edhe 2 përfaqësues kryesor, domethënë përkatësisht njëri prej tyre faktikisht është njëri që më së shumti ka kërkuar për personave të ndryshëm që të bartën transaksione. Ju nuk e keni kërkuar paraburgimin për këtë pjesën tjetër për shkak që e kanë pranuar fajsinë dhe nuk ka pas arsye. Ne kemi siguruar provat mjaftueshme. Ne kemi siguruar deklaratat e tyre. Dhe ne kemi siguruar kush janë personat kyç. Dhe kemi vendosur që nuk kemi të interesuar për një person që ka përfituar 500 euro, ta dërgojnë në masën e paraburgimit sepse nuk janë përmbushur edhe kushtet elementare dhe qendësore që përmbajnë dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, por për ta kemi shkuar me 2 masa, me paraqitje stacion policor dhe mos ofrimi vendit apo personit të caktuar dhe mendojmë që janë masa të duhuna për cilat të gjithë kërkesa e prokurorisë, të jemi të qartë, kërkesa e prokurorisë për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, për masat që i kemi kërkuar, janë aprovuar në tërësi nga gjykata. Gjykata ka aprovuar edhe kërkesën për paraburgim, edhe për masa tjera. Dhe mendoj që është vendim shumë i dur dhe ne jemi duke punuar përkundër volumit madh të lëndës, jemi duke punuar me prioritet dhe jemi duke siguruar edhe prova tjera që i nevojitën hetimit. Na tha që pe ditës së aksionit jeni të vazhdu të punu, po a mundet me pas edhe viktima tjera të saj natyre që nuk dihen deri në këtë fazë? Ndoshta mund ta them që mundet me pas të dyshuar tjerë. Viktim në këtë rast e kemi Byron Kosovare të sigurimeve, të cilët mos të harroj pa e thënë, kanë qenë bashkëpunues gjatë gjithë kohës me ne. Ata kanë iniciuar rastin, ata kanë parashtruar kallëzimin penal, po ata kanë pas edhe ku ta drejtojnë, sepse institucioni prokurorit të shtetit kanë ndërmarrë veprime. Në bazë të dyshimeve që i kanë pas ata, ne kemi kthyer ato dyshime në prova materiale, e prova personale dhe kështu që kemi arritur ta kompletojmë rastin. Andaj viktim e vetme në këtë rast për ne deri në këtë fazë është BKS-ja, përderisa mund të ketë dyshuar tjerë, mund të kemi zgjerime dhe padyshim që do të ketë edhe për të dyshuar tjerë, por edhe për vepra penale të tjera. Sa gjiro llogari deri tash edhe sa është vlera e mjeteve që është blloku deri në këtë fazë? Është një numër i madh i llogarive të bllokuara. Ajo që mund ta them është që në total kemi bllokuar ditën e aksionit 1.300.000 euro. Mbi 1.300.000 euro janë të bllokuara të holla në llogari, përderisa rreth 23.000 euro janë para cash. Kemi sekuestruar stoli ari, aksesor, orë dorë të markave të ndryshme dhe prova tjera materiale që i nevojitën në rastit. Besoj që në këtë rast kemi arritur atë që e kemi pretenduar qysh prej fillimit. Kontot e këtyre të kryesorëve të dyshumëve në këtë rast janë veç të bllokuara tash? Po, janë kontot e tyre, por dua ta them edhe një pjesë sepse shumë çka nuk mund të them në këtë fazë, nuk mund ndaj me ju. Mirë, po 2 personat përgjegjës kryesor, të cilët janë larguar më pas nga PKS-ja, është interesante që pikërisht ata 2 së bashku kanë hapur biznes konsulencë. Dhe pikërisht ky biznes i konsulencës, që është person juridik, ka qenë cak i hetimit ton dhe cak edhe i bllokimeve të llogarive edhe në atë biznes. Aty ka mund qenë sepse njëri prej tyre është ekspert gjyqësor i licencuar për ekspertiza financiare. Dhe ai konsiderohet si person i jashtëm, si ekspert i jashtëm që mund të angazhojë gjykata apo prokuroria. Nuk ka pas të bëjë me çështjen. Në rast se nuk ishin bllokuar çdo mjete, kush i kish paguar në fund? T'jemi qartë bllokimi i mjeteve është edhe për pjesën që janë personat edhe për ndihmë në keshpërdorimin e besimit. Dhe mund të ketë aty që të disa kemi bllokuar mjete më shumë se sa që e kanë bërë dëmin. Ata do të përgjigjen vetëm për dëmin e tyre. Dhe ka mjete që edhe mund të lirohen. Nuk është vetëm njëra prej formave që mund të kompenzohet e dëmtuara përmes llogarive. Dispozitat ligjore kanë një gamë të gjerë edhe të mundësive, edhe të sekuestrimit, ngrirjes, edhe të zgjerimit. Ne, ashtu siç përcaktojnë dispozitat e ne në notën e 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në fund, kur ne e vlerësojmë dhe e vërtetojmë që kush janë personat kyç që kanë kryer keqpërdorimin, atëherë
ata i obligojmë, i marrim prej tyre, por në rast se nuk mund marrim të holla të gatshme, i obligojmë që ata të kompenzojnë dëmin vullnetarisht. Por në rast se nuk bëhet kjo, dispozitat e kodit procedurës penale kanë përcaktuar edhe mundësinë që ta sekuestrojmë edhe pasurinë e lehtëshme. E çka nën kupton kjo? Edhe atë pasuri që e kanë përfituar, qoftë të trashëguar, qoftë që e kanë përfituar para kryerjes së veprës penale, por qoftë edhe pasurinë që e fitojnë edhe pas kryerjes së veprës penale, në pafundësi, pa afat, domethënë prokuria, shteti do t'ia marr pasurinë dhe do ta kompenzojë të dëmtuarët. Po përtej kësaj, nëse gjatë hetimeve ne vlerësojmë jo vetëm këtë rast, por secilin rast që ka pasuri që nuk i dihet prej ardha dhe ne i vërtetojmë veprat penale të përcaktuar ligjin për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të pasurisë, ne do të aplikojmë edhe këtë ligj dhe do ta konfiskojmë secilën pasuri që ka prej ardhe prej krimit. Pra, ne në kuadër të mandatit tonë do të kujdesemi, sikurse në secilin rast, edhe në rastin konkret që pala e dëmtuar, në këtë rast Byroja Kosovare e Sigurimeve, të kompenzohet për dëmin që është shkaktuar dhe që ne në këtë fazë kemi dyshimin e bazuar që është shkaktuar ky dëm. Të arrestumit e parë në këtë rast kanë personat e ish zyrtarët e Byros Kosovare të Sigurimeve. A kënimi hetu edhe pasurinë e tyre të këtyre shtëpiave që i kanë lagjet ma luksoze të Prishtinës? E thash që çdo gjë do të hetohet. Edhe shtëpitë, edhe pronat që i keni parë, edhe ato që nuk i keni parë, edhe ato që do të shihni, edhe ato që nuk do të shihni, gjithçka do të hetohet. Sepse gjithmonë keni farë tendencë që shtëpia është e vllaut ose është e babës ose është në emër dikujt tjetër, a ka më pas rrezik me mujt me mshef këta pasurinë për mos më rri me hetu? Prokuroria flet vetëm me gjuhën e fakteve. Atë që mund ta provojmë pas ndërmarrjes së veprimeve të shumta hetimore nga prokurorë hetues terrenit, njësi inteligjencë financiare, ato që mund të provohen që janë pasuri e tyre, ato do të sekuestruan dhe do të pretendohet që të konfiskohen më pas në gjykatë. Përderisa pasuritë e personave që nuk janë përgjegjës për vepra penale nuk mund të mirren. Mund të mirret pasuria në rast se mund të jetë e vllaut apo e dikujt tjetër. Nëse është pasuri vërtetohet që është dhuratë e një llosur, që i është dhënë për ta mbuluar pasurinë, padyshim që do të sekuestrohet e konfiskohet edhe ajo pasuri. Mirë, po e thash në fillim dhe po e përmbylli këtë pjesë prapë me atë që ne flasim vetëm me gjuhën e fakteve. Ne nuk jemi për ta dëmtuar asnjë qytetar. Ne jemi që atë që e ka kryer ta marrë përgjegjësinë për veprimet e veta secili prej atyre të panderëve. Me këto deklarata që na thema herët se e kam pranuar fajsin disa prej tyne, a vërtetohet që paret që janë tërhiq përsëri prej bankës kanë shkuar tek këta dy persona? Po, vërtetohet që shumica prej tyre e kanë sqaruar që i kanë kthyer në të holla cash ato që i kanë bartur përmes transaksioneve. Dhe transaksionet kanë qenë dy persona përgjegjës, është drejtori i Departamentit Financave dhe drejtori ekzekutiv në bazë të rregullativës të brendshme të BKS, sepse pa urdhën e tyre nuk mund të ekzekutohet asnjë pagesë. Në mesin e të arrestumëve përveç këtyne ish zyrtarëve të Byros Kosovare të Sigurime pat edhe familjar, që kanë familjar me zveti, për shembull dy prind ose babe, bir, bashkëshortë e kështu ngjashëm. Po, në këtë rast tham që kanë qenë 46 persona fizik të dyshuar, për cilët kemi nxjerrë akt vendim për fillim të hetimeve dhe i kemi pas nën hetime, dhe në mesin e tyre 18 kanë qenë gra të gjinisë femërore. Ky rast dëshmon më së miri që krimi nuk nje as gjini, nuk nje as moshë, sepse ka pas të moshuar, dhe nuk nje as gjë tjetër, i te ka lënë edhe kufit kur është nevoja. Prandaj edhe ne në aksionin e 8 janarit nuk kemi njoftë as moshë e as gjini. Të gjithë i kemi dërguar në pranga. Por fati ka qenë që ata kanë bashkëpunuar dhe ka qenë interes institucioneve që të sigurojmë këto prova dhe prandaj për të njëjtit kemi vlerësuar dhe besoj që ka qenë vendimi më i drejtë që të shkojmë me paraqitjen stacion policor dhe mos ofrim vendet dhe personave të caktuar, përderisa për personat kyç kemi kërkuar masën e paraburgimit dhe është aprovuar masa e paraburgimit nga gjykata.